Nga sot këto shenja të zodiaku do të shohin përmirësim të financave të tyre. Disa shenja të zodiaku të reqin energji pozitive financiare nga 19 deri në 25 maj, përsa kohë që nuk kanë frikë nga rreziku dhe ndryshimi. Është koha që ata të reflektojnë mbi atë që duhet të bëjnë për të pasur sukses dhe të mos hezitojnë në angazhimet e kërkuara për ëndrat e tyre. Nëse guxojnë të dalin nga zona e tyre e rehatis, do të arrijnë suksesin financiar që dëshirojnë. Demi. Sezoni binjakëve fillon të martën në 20 maj duke sjellë mundësi të reja financiare në jetën e Demit. Nuk do të mungojnë propozimet e reja, por është e preferueshme të investohet në zgjidhje afatgjata sesa në entuziazëm të çastit, me qëllim rritjen e të ardhurave të përgjithshme. Bricjapi. Nëse bricjapët heqin dorë nga mendimet e tepërta dhe ndërmarrin rreziqe, financat e tyre do të përmirësohen. Hëna në tremujorin e fundit në ujor përfaqëson një mundësi për të mos lejuar që pasiguria dhe frika të dominoj jetën e tyre. Ata tashmë janë të suksesshëm, por mendimi i tepërt dhe dashuria për sigurinë i pengojnë. Nëse duan të kenë sukses, duhet të përqendrohen në vlerat e tyre në mënyrë që të çlirohen nga ankthet dhe frikrat. Peshqit. Saturni do të kalojë në përdash të shtunën në 24 maj duke e vendosur theksi në shtëpinë e vetvlerësimit, financave dhe guximit. Kjo fushë e jetës së peshqve përfaqësohet gjithashtu në talentet e tyre, kështu që është një kohë e mirë për të reflektuar mbi dhuratat e tyre dhe si t'i shfrytëzojnë ato. Çelësi i kësaj periudhe është guximi. Ata mund të kenë nevojë të marrin rreziqe për të mësuar se çfarë duhet për t'u ndjerë të sigurt. Kjo fazë do t'i ndihmojë ata të stabilizojnë financat e tyre dhe të konsolidojnë suksesin e tyre.